Buxheti i vitit 2014 nuk është një buxhet elektoral. Investimesh për të prerë shirita dhe për të thirrur përpara, rrugë, duke zhytur vendin në borxhe dhe duke kanalizur qeverinë në një sude pazar. Po është një buxhet i shlyerjes borxheve ndaj atyre që po lëngojnë dhe po njësoj atyre që po falimentojnë në mirëbesim të qeverisë që iku. E megjithatë, ky buxhet është më i madh se buxheti elektoral i këtij viti në investimet direkte dhe indirekte në ekonomi, të cilat do të rivënë në lëvizje makinën e bllokuar të ekonomisë shqiptare dhe do të garantojnë rifillimin e rrugës së rritjes ekonomike për Shqipërinë dhe për familjet shqiptare. Ky buxhet është më i madh se buxheti elektoral i këtij viti në mbështetje të komuniteteve. Çdo bashki e komunë duke nisur nga Bashkia e Tiranës do të ketë vitin e ardhshëm më shumë para nga buxheti se sa ky vit. Kujt si vjen për shtat ky akt, apo kujt e kundërshton këtë akt, me argumentet e vjetër të pushtetit humbur, i kujtoj se këtë akt e kanë firmosur me votë 1 milion shqiptar dhe ky kuvend ka thjesht detyrën ta ratifikojë me votën e vet në respekt të popullit sovran. Duhet t'ju përulem shqiptarve edhe më thellë, sepse duke e mbyllur rrugën e rënimit me murin e 1 milion votave të papushtetshmit i dolën zot shtëpisë son të përbashkët Shqipërisë në orët e fundit përpara shkatrimit dytë financiar pas atij të piramidave prej duarve të papërgjegjshme të pushtetshmëve. Pa ato 1 milion duar, cilat i hapën rrugën, një politike të re ekonomike dhe financiare që mishërohet sot në frymën dhe në gërmën e këtij buxheti kthese dhe rimëkëmbje për Shqipërinë, shtëpia jonë do të përfshihej më herët se vonë nga flakët e borxheve dhe të dhimbjeve, shkaktuara për një politike të vjetër dhe delirante në pushtet, e cila për pak e hodhi këtë popull përsëdyti në një gremin financiare, duke zgjedhur qorazi përsëdyti bejtet e general Rapushit në vend të ndihmës Fondit Monetar Ndërkombëtar. Është për të qarë dhe për të qeshur kur dëgjon këta që na e lanë borxhin stratosferik në dorë të vënë sot kujën opozitare për rritjen e borxheve. Në fakt, ne nuk po e rrisim borxhin, por vetëm po e legalizojmë borxhin që na lat ju, o zengjin opozitar. Siç do të legalizojmë dhe lagjet tëra ndërtimesh pa leje, të cilat ju i quajt mrekullia e tetë botës dhe i lat në rrugën e mjerimit, pa letra, pa punë, pa shërbime sociale dhe pa asnjë shërbim publik. Madje dhe i shfrytëzuat njerëzit atyre lagjeve si mish për topin e fushatave tuaja dhe si gjah për gjarprin e korrupsionit tuaj. Po kjo është mesele tjetër dhe do ta trajtojmë siç duhet në fillimin e vitit që vjen, kur krahas me fillimin e legalizimit e falas, për ata qindra mijëra njerëz të braktisur nga ju, do të dorëzojmë para ligjit edhe gjahtarët e mishit tyre.